forcat armatose shërbejnë të gjitha kategoritë e nënoficerit, oficerit, dhe punojës civil. Ne kemi kaluar numrin 8.500. 8.500? Kemi kaluar numrin 8.500 dhe Ministri e ka përmendur pak ditë më përpara që tendenca është rritja e numrit të forcave të armatosura. Për 2026 ne kemi marrë edhe limit shtesë për forcën armatosur. Kjo e bëne forcën armatosur tjetë e konkurueshme në treg. Ka edhe rezervistët që futen në këtë llogaritje? Si funksionon ky raport me ata të cilët janë rezervistë dhe sa është numri dhe si pritet të ndryshojë nëse? Kategoria e rezervistëve nuk është e përfshirë në këtë numër. Bazuar në aktet ligjore të miratuara deri më sot, është e parashikuar të jetë 20-25% e forcës aktive, e parashikuar është që forca rezerviste të jetë deri në 2100 personel. Kjo është një kategori që për 2026 do t'jetë edhe test për qendrën e personel rekrutimit. Është hera e parë që ne do rekrutojmë personel rezervist pas shumë kohësh. Të gjitha aktet ligjore janë miratuar, si ligji dhe VKM-t dhe aktet administrative të Ministrit Mbrojtjes.